A duhet t'i lani dhëmbët çdo natë para se të flini? Do befasoheni. Të lësh mënja në larjen e dhëmbëve në darkë është një jo e madhe. Një dentist thotë se në darkë ke një gojë që shumica e konsiderojnë me bakterie të mbushura nga ushqimet e ditës. Këto bakterie krijojnë edhe shtresa njëra pas tjetrës, duke sjellë më pas probleme me mishrat e dhëmbëve. Medurinat që krijohen nga ushqimet përmbajnë shumë acide, të cilat siç dihet prishin smaltin e dhëmbëve dhe çojnë deri te prishja e rrënjës dhe dëmtime të tjera. Shoqata dentare amerikane rekomandon pastrimin e dhëmbëve të paktën 2 herë në ditë, dhe njëra prej këtyre herëve është para se të flesh. Larja e dhëmbëve eliminon bakteriet dhe pengon shumë rrisje që vijnë nga grumbullimi i tyre. Dentistët rekomandojnë larjen e dhëmbëve kur zgjoheni dhe para se të flini. Nëse keni zakon të keq të flesh pa i larë dhëmbët ose je dembel, provoni të mbani një fill dentar afër shtratit ose në furçën e dhëmbëve, kështu do ta keni më të lehtë pastrimin e dhëmbëve.